Ky emision mundësohet nga Përshëndetje shoku Valdrit. Përshëndetje Venar. Si je? Mirë familje. Ju, a jeni mirë? Mirë, që interesant është fakti se e bëj emisionin me pozitën me emrin më të gjatë. Otorinolaryngolog, apo? Edhe me njerin më të madh. Çfarë pas vetë? Jo, atë nuk e komentoj taj. Temë që se kom prek deri tash, thjesht të tregojsh se cilët janë problemet më të mëdha që përballesh çdo ditë në punë. Problematikën e urologës, domethënë, ka të bëjë me problemet që shfaqen te njerëzit me hundën, veshin edhe fytit. Problemet që janë të shumta, është pak si një paletë e gjerë që trajton uroloja. Fillojmë me problemet sezonale, që do të thoni kemi edhe sezonale dhe kronik. Sezonale tash për shembull alergjitë që janë, do të thënë është në proces full, do të thënë në pikun më të lartë alergjia, sinuzitët, problemet me bajamet, ndëgjimin, marrëmendjet, në kështu me radhë. Po, si me ditë se këto janë problemet më të mëdha, se unë krejt i kom përfshi për tema, për t'i bisedu, edhe thjesht tregom një problem shumë i madh të njerëzit që shpesh diskutohet gërhatja. A është problem apo veç problem i dukshëm që dëgjojmë? Po jo gjithherë gërhatja është problem serioz, po nëse shfaqet gërhatja edhe me probleme të theksuara gjatë fletjes kur kemi ndalesë të ushqimit, të frymarrjes, gjithçka apne, e njohur si në guideline si sleep apnea, ajo paraqit ndalesë të frymarrjes gjatë fjetjes. Atëherë shfaqet problemi i cili duhet të trajtohet dhe duhet paraqitet në orën e specialist për trajtim. Kjo ka të bëjë me mungesën e oksigjenit që arrin në tru dhe paraqet problem serioz, do të thonë nëse afagjati nuk trajtohet. Problemet paraqet probleme me shtypjen, me zemrën. I përmende bajamet, edhe tregom pse njerëzit që kanë probleme me bajamet, është problem ushqimi, problem jashtëm diçka. Realisht problemet me bajamet janë probleme nga jashtë. Thonë ka të bëjë me infektet të cilat fëmijët i futin në organizëm të prek gjëra nga ambienti i jashtëm. Më të predispozuar janë fëmijët që shkojnë në qertë, si e dishat jeta tash është më dinamike dhe nuk kemi zgjidhje tjetër për vetë të dërmojmë fëmijët në qertë dhe prandaj edhe si problem është më i theksuar në moshën familjare. A është rrit numri i njerëzve që kanë probleme me bajame? Absolut, po, do të thënë është i rritur numri, do të thënë si shkon rritja e vizitave, gjithsesi fëmijët që janë të predispozuar në kontakt me ambientin e jashtëm, edhe në smundjet me bajamet që janë më të shpesh. Deri kur, në çfarë moshe për shembull normalizohen problemet me bajamet? Realisht mbi moshën 12 vjeçare, domethënë, atrofojnë shumica, gjithsesi adenoidi, që është nifer në populaci kronike ose bajame i tretë. Ndërsa pjesët të zemrës palatinale, të cilët janë ato në fyt që të cilët ne i shohim vizualisht, domethënë, dhe në moshën 18 vjeçare stabilizohet puna e bajame. Ka edhe ekstreme, normal, që shkojnë në moshën më të shtuar, por me trajtim të mirë. Sugjeron ti të hiqen? Është pyetje të cilën uroloja me pediatrat e kanë si dilemë që si luftë që diskutohet. Realisht bajamet luajnë në rol mbrojtës në organizëm, prandaj edhe duhet t'i ruajmë derisa i kanë funksionin e vet. Kur humbin, domethënë, funksionin, krijojnë ato prazda ose
kalcifikatet në bajamat e duhet të menjenohen. Po derisa e kanë funksionin, derisa nuk ka efekt ansore, do të thënë, në dëptimit e bajameve, duhet të qëndrojnë mos të hiqen. Okej. Mirë është kjo për prindë që kanë problem, si pjesë e Të sensibilizohet, do të thënë, jo gjithë bajamet e smuna janë për t'i hekë. Do të thënë, ajo që mund të shërohet, të harroj funksionin është e mirë që t'i bëhe. Ti e di se ne jemi taku për problemin e septumit që e kam, hundën e shtrembur edhe pse më duket shumë, po unë e ndjej, a ka shumë njerëz si unë? Po, do të thënë, problemet me septumin janë probleme që nuk shifen. Vizualisht, shifet pjesa e estetikës. Pjesa e septumit ka të bëjë me pjesën e brendshme të kavitetit nazal dhe devijimet të cilat i ka kaviteti nazal ndikojnë shumë në cilësinë e jetës të njeriut, të pacientit. Prandaj edhe do të trajtohet si çështje, nëse kemi problem me frymarrje, problem me sinuzite, mjekësisht sekreti i shpesht, të cilin e shfaq nëse kemi devijim të septumit, edhe gjakosjet e shpeshta, për shkak se nëse nuk ka erosje si duhet, vazokonstruksioni është i madh dhe mund të shkaktojë. Mu më krijon problem me sinuset, edhe thjesht ndonjëherë mendoj se kokën e kam për kot kur më them shumë puna e sinuseve, po është e menaxhueshme, ne kemi arrit ta qetësojmë përkohësisht, po pas emisionit të flasim organizimin e asaj se si a do të operohet realisht, shkaku i asaj se unë nuk ndjehem mirë. Tregom, operimi i hundës është një proces i rëndë edhe se ka shumë paraqykime që e ka bo operim hundën. Kur bëhet operim hunda? Jo për bukuri. Procesi i intervenimit në hundë ka 3 faza. Faza përgatitjes pacientit për intervenim, faza operimit dhe faza post operative, gjithsesi e rikuperimit, për shkak se intervenimi është pak i komplikuar dhe kërkon pak rikuperim. Gjithsa prekendimet e buta, prandaj edhe epitelizimi shkon don kohë për epitelizimin e mukozës hundës, e cili shkon me kadar. Ka shqisa, ka receptor, ka gjithçka do të thënë që duhet të rikuperohet. Tregom, kur ka qenë një rast, një moment kur ti për ndonjë pacient ke thonë se ki nuk bëhet. Mjekësi nuk bëhet, nuk ka. Ose bëhet ose s'bëhet. Bëhet ose s'bëhet. Qëllimi është të ke, mendoj unë kam princip me cilën edhe e ushtroj profesionin, që pacientit të tregohet e vërteta, të krijohet ajo simbiozën mes pacientit dhe mjekut, dhe të mundohemi, domethënë, nëse nuk mund ta komplet ta shohim pacientit, që spogulojmë simptomet që më mirë të funksionojnë drejtësisht që rritin cilësinë e jetës. Mjekësi nuk bëhet, nuk ka. Okej. Po ka një moment kur nuk bëhet. Ajo punë e zotit atë nuk ne do ta japim maksimumin, do të thënë për aspektin mjekësor të A ngjen ndonjëherë atë ngrohtësinë që ta japim pacientin pas zgjidhjes në një problemi madhor për ta? absolut, do të thënë është një ndjenjë e papërshkrueshme atë falënderimin të cilin e pranon nga pacientët tek të cilët kanë ndikuar në menjanim të ndonjë problemi shëndetësor të cilën e ka. Në moment djeli ran. Absolut. Por desha tash, domthon ka disa simptome që njerëzit thonë, për shembull, mjekësia në Maqedoni është çka ke bëu deri tash që s'ke ardh, ose haj se sa kur gjë. Kjo është sfidë edhe te ju? Absolut sfidë, domethënë është sfidë të cilën e hasim në gjitha sferat e jetës. Jo vetëm te mjekësi. E hasim në te automekanikët, edhe te gjithçka, se ka prish këtë, ka prish atë, se s'ka ardhur në kohë, po edhe te mjekësia, do të thënë te ne është e njëjta. Nuk duhet të anashkalohen simptomat që paraqiten. Mjekësi, sidomos gjithçka që kapet në kohë, është më lehtë e shërueshme.
më lehtë e rikuperueshme dhe më lehtë për pacientët për ta vendosuar si problem. Qoftë nga problemet më të lehta, qoftë nga smundjet më të rënda. Do të thonë absolut asnjë simptom nuk do të anashkalohet pa mos po konsultuar te mjeku. Do të thonë ti e fol për parandalimin, po desha të kyçe mu edhe këtu, çka mund të parandalohet në ORL? Që mund të vijë për shembull kontrolla, si është kontrolla e zemrës çdo 6 muaj, që familjari jot Baloni ka thonë këtu në emision. Çka mund të vijë për shembull te ju të parandalohet diçka? Për shembull, që ta cekim në ndryshimin e ngjyrës së zorit. Okej. Do të thonë nëse zgjat mbi 2 ose 3 javë, po me dojmë ose është paraqitet pacientit në mjek specialist orall. Si ndryshon zori, bëhet më i trash apo më i Ose më i trash, ose më i holl, ose të humbe volumit. Okej. Do thonë do të shumë mund njerë Për të folë. që të folë. Okej. Zjerë son, tinguj. Prandaj pa çare të konsultoj mjekun specialist. Kjo është një. E dyta, ajkit e demit të cilët paraqiten në regione të ndryshme të qafës ose të fytit, thënë që edhe vizualisht i shohim nga jashtë, thënë sa më shpejt të paraqitet në mjek në orall. Të fytit mendon brenda jashtë. Ajo është nga brenda, po shihet edhe jashtë. Po, vizualisht. okej. Që mund të jetë edhe tumor kancer. Edhe të marrë. Okej. Prandaj, edhe te kjo pjesa e që thash me zëri. A të humba në një parandalim? Te hunda gjithsesi, nëse ke njëna anë e hundës kemi kështu bllokim të frymarrjes, Okej. do të paraqitemi në mjek. Pse? Mund të jetë polip. Okej. Paraqitet masa e ujë, do të thonë që është zhvilluar deri në atë masë të ka bllokuar kavitetin në një anë. Ose edhe më keq mund të kesh edhe kancer proces, i cili fillon në kavitetin nasal dhe të ka bllokuar frymarrjen me një rrëmë të paraqitjes. Gjithashtu të veshim, mbasi përmendëm hunda dhe fytin, përmendim edhe të veshim. Do të thënë ndalja ose zvoglimi i dëgjimit në një anë për një rendi, pas një simptom, pas një shkak, është arsye pse duhet të vizitosh mjekun në orall. Se qendrat, do të thënë, i kemi në rol dhe nuk di se çka bën shtypje në zvoglim të dëgjimit ose ndryshimet të cilat i përjeton momentalisht akut. Ka njerëz që vinë? Që parandalojnë me të. Po, janë të ndërgjegjshëm. Shumica e njerëzve janë të ndërgjegjshëm dhe ndryshimet të cilat i varrejnë edhe A ka ndonjë rast që keni parandaluar diçka të madhe me kontrolla të hershme? Po. Kemi pas fat, domethënë të kapim raste të kancereve të kuartave të zorit, Okej. epiglotit, me cilët me trajtim në fazë të parë, domethënë kemi kap pacient me trajtim dhe venjanim të tumorit për një afat 3 mujore, domethënë është kështu në gjendje normale, funksionon normal. Zari u kthy diçka është ajo. Bravo. Kjo është mirë. Diçka që më shpesh mankohen njerëzit është zhurma në vesh, se neve gazetarëve na mendojnë si çel 13 që llangohen për çdo çull. Tregon që zhurma në vesh, diçka që duhet t'i vëmë shumë vëmendje? Nëse është paraqit, siç se ka më parë, nëse është paraqit me njëherë, do të thonë prej atë shkollë, duhet t'i vendohet vesh, duhet bëhet kontroll. Zhurma në vesh është problem që paraqitet nëse dhe përmit predispozimit në zhurmë një kohë periudhë më të gjatë. Edhe paraqitjen, do të thonë, në atë volumi sëmundjes shkon prej pak ka u rrit. Te rastet të cilët paraqitet me njëherë, do të thonë shkaku nuk është nervi që i nervon në veshin, ka nervi akustik, po ka, do të thonë, etiologji tjetër. Prandaj edhe do të shqetësohet dhe do të trajtohet paraqitja në mjekun. Përndryshe tinitosi është smundje pashërueshme. Ne si mjek mund vetëm të ndihmojmë pacientit ta zvoglojmë zhurmën të cilën e ndjen ai, që të mund të ndalojë, po që ndalim që të mund të funksionojë normal. Do të thonë mos i pengoj. A ka ndonjë barë që ju e sugjeroni, thonë, vitamin, suplemente që ju e sugjeroni për nervat e veshëve, që
nuk janë dëmshme për t'i pi për herë. Absolut. Do thënë preparatet vitaminoze, të cilat përbëjnë në përmbajtje kanë ginkgo bilob, janë preparate të cilat për funksionin më të mirë të nervit akustik ndihmojnë dhe u vinë si ushqim, domethënë, nervit akustik dhe pacienti pas një pasojë, domethënë, pas një efekt anësor nuk i bën dëm, mund ta përdorë lirisht sa kohë që ta ndjej. Ajo ndihmojnë edhe në funksionerimin më të mirë të trunit, kështu që Sistemi nervor. po, sistemi. Tash, to temat e shëndetit i lom, onësh, tregom çfarë gabimi ke bo me vetur, se vetur bëhet emisioni, çfarë gabimi ke bo që e dënu edhe ke ranë mend se nuk do ta bësh mo, këtë e bëjmë për shkak të sensibilizimit të njerëzve për të vëzhgjet më mirë. Doktorët e hoxhallarët nuk i dënojmë me si gjithë, edhe ne jemi pjesëtar të komunikacionit, do të thënë ka qollu kontakt me telefon, do të thënë kemi pa semaforin kuç portokoll. Kemi kalu, jemi ndalë, jemi dënu. Dhe të mos përsëritën absolut. Po, patjetër, ndodhet. Faleminderit shumë për kohën. Respekte, faleminderit. Është kënaqësi të kem edhe thjesht ta realizojmë një emision tematik që ju del ndihmë njerëzve. Faleminderit, shpresoj ju kemi ndihmu se të realizojmë mendim, të japim informata dhe besoj se te dikush kemi ndihmu. Leci, faleminderit. Ky emision mundësohet nga